Kiara Tito është një emër mjaft i njohur për showbiznis shqiptar. Çdo intervistë e saj bëhet menjëherë virale dhe së fundmi ajo ka rrëfyer një moment të vështirë nga eksperienca e saj në spektaklin e humorit. E ftuar në një emision, ajo tregoi për sfidat që ka përjetuar në fillimet e saj në këtë format të njohur. Pjesa më e vështirë ishte në momentin para se të ditjen e skenë, deklaroi Kiara. Kemi disa dalje, nuk dalim gjithmonë nga njëjti vend. Këta ishin mësuar, por shpejtësia që duhet të dilin nga një cep në tjetrin, më çakurdoi fare dhe desh më kapi një egar në backstage se nuk dija nga të dilja. Njëri më thoshte djathtas, tjetri majtas, duhet të kujtoja edhe tekstin. Tha Kiara ndër të tjera, duke zbuluar se puna në televizion është diçka shumë voluminoze dhe mjaft e shpejt. Kiara gjithashtu shtoi se me kalimin e kohës u ambientua me ritmin e shpejtë të skenës dhe u përshtat me dinamikën e spektaklit, por ky moment mbetet një nga më sfiduesit në karrierën e saj në televizion. Nga ana tjetër, ato dy gëtojmë se Kiara lajmëroi ditën e dieshme se ajo dhe Luizelli po përgatisin një film së bashku.